pas këtyre në Pekinit. Sa s'keni punë tash largën apo? Jemi të buar sot këtu për të dhënë përshëndetjen lantumirëse dy trimave të lirisë që ranë heroikisht mbrëmë në luftë ballë për ballë e dhëmë për dhëmë me armikun gjakatar e kriminal. Në këto 6 javët e fundit, Melenica e mali i Majdanit u bën kalate pampostura për forcat pushtuese. Por nata e mbrëmshme e 26 prillit e këtij viti jehonte më shumë se kur më parë nga krismat e armëve. Plumbat e armikut goditën komandant Shemsi Ahmetin në Gjoks, ndërsa bashkëluftëtarin e tij Arsim Muzaqin në Ballë. Kështu pushuan së rrahuri zemrat e këtyre luftëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës për të treguar se kështu duhet të vdiset për atë. Këta e dinin se e shtrejt është liria e Kosovës dhe nuk i friksoheshin vdekjes. Komandant Shemsi Arif Ahmeti u lind më 8 qershor 1969 në Zasel. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ndërsa gjimnazin dhe akademin ushtarake i kreu në Beograd në notë të shkëlqyer. Kur filluan luftrat në Kroaci e Bosnjë,
ai ja ktheu shpinën armatës jugoslave dhe u kthye në Kosovë. Në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës u inkuadrua posa filloi organizimi i saj në Shalë. Fillimisht u taktua e prori skuadrës së parë të batalionit të dytë në Mazhiq, mu aty ku ishte vija e parë e frontit dhe ku çdo ditë luftoi me forcat armike. Shemsiu tregoi guxim dhe aftësi të shkëlqyera organizative ushtarake. Fal këtyre aftësive, me urdhër të komandantit të brigadës 141 Meh Uka, Shemsi Ahmeti në janar të këtij viti emrohet komandanti kazermës të njësi speciale në Barët. E prorët dhe ushtarët e tij u mahnitën me aftësitë profesionale ushtarake, si dhe në trimërinë e komandant Shemit. Pseudonimi Shemi ishte fort për ushtarët e tij e tmerr për armikun. Komanda e tij në betejë ishte pasmeje trima i djem armikut. Taktika e tij luftarake i nxante asaj të Skënderbeut, sulmon në befasi aty dhe atëherë kur armiku nuk e pret, sepse sulmi është mbrojtja më e mirë. Arsimi e donte komandantin e tij dhe nuk donte ta linte vetëm në asnjë betejë. Arsim Nazmi Muzaçi lindi në 13/11/1978 në Vushtri. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje, por më vonë e kreu edhe shkollën e karatekut. Në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës u inkuadrua në 19/1998 në batalionin e 4 në Ceteli. Më vonë u taktua në njësinë speciale pranë kazermës në Barë. Ishte i dashur për të gjithë dhe çmohej për guximin, shkatësinë e tij si ushtar. Kur kërkonte komandanti i tij vullnetar për ndonjë aksion, ai ishte nga të parët dhe kështu ranë së bashku këta dy burra për të mos vdekur kurrë. Ne sot vetëm fizikisht po ndahemi nga ju, por shëmbëltyra, virtytet, trimëria e patriotizmi juaj nuk do të ndahen kurrë nga shpirti, mendja e zemra tona. Një tokë që lind trima të tillë do të pastrohet nga barbaria. Ushtria lirimtare e Kosovës me përkrahjen e forcave demokratike të botës po jep grushtin e fundit armikut shekullor serb. Kosova e shumëvuajtur do të shlirohet një herë për gjithmonë nga opingat e Karpateve. Amaneti juaj do të çohet në vend nga trimat e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Jemi krenar që u patëm e paqit të lehtë dheun e Kosovës. Lavdi. Nderuar bashkëqytetarë, sot në këtë ditë madhështore po ndahemi fizikisht nga shokët dhe bashkëqytetarët tanë. Shemi me udhëtim, kyçelësi dhe guxim të pashoq, smerroi bishat serbe dhe trimroi e krenaroi ushtarët e tjerë. Ku ishte Shemi, aty frika nuk ishte vend. Të njohëm si komandues dhe shumë i kujdesshëm për ushtarët e tu. Kishe fjalë fakt, por veprat e tua ishin të mëdha dhe nuk harrohen let. Dhe ato do të na përcjellin edhe në të ardhmen. Deri në fund do të paguajmë gjakun tënd të derdhur në këto. Këtë e kemi obligim moral dhe kombëtar, që gjakun tënd ta shndron në lulet e liris. Bëhuni të fortë, të mos i lëm vend dhëmbjes, edhe pse është e papërshkueshme. Të mos i harrojmë veprat e këtyre dy trimave, të mos harrojmë guximin e krenarinë e tyre dhe dëshirën për çliruar vendin. Do të jeni përherë shembull për bashkëqytetarët tuaj. U qoftë i lehtë dheu i kësaj toke. Në emër të zonës operative Shalës u shpreh ngushëllime më të ngjashta bashkëqytetarëve dhe familjeve të dëshmorëve. Lavdi u qoftë. Lavdi. Po se vjen me mojt në stafin po si këto. Atë po. Jam të thonë serë në telefon. Hajde, tonë nere. Jo, thuj mos nisët ma heq. Njerë për njerë, jo, pa i thonë na. Tani, jo veç e shimë. Për zhvilluat, të njena për Allah fjallë në
Shkoni mani. Namazën për Zotin, dërka, salavatet për mbi pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe duatet që të vdekur mos kut, e shtiva krejtih në shkrim shtetë e nëmet Allahut. Në fakt të cilët të dhjere të dhjere të leftar, imam i folë më bra, një përshëretin hesme, ata cilët të dhjene e shmojnë subhaneten, në në ndërshën fond, dhe lafanani se dhe la ilah i gajru, ata njërët të gjirë tjetër, e shmojnë Allahume barik, edhe në pas të gjirë tjetër, ata që të dhjene, doane po shak në ata që nuk dhjene, që në një lanë të të. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lillahi al-Fatiha na salavat. Gani alhamd wa salavat për shpirët të mori. Mazë me zindarë për shëndetne, përmeni me rahmet. Për punëve, majtën për një. Qashë me tjede, me tjede. Durën e djekë të në të punëve. Të në punën ka. E të majtën për një. Majtën për një. Në zë një pak. Që të mbjohë, të dire.
Sër me numra e në të... Po që dash, ma nuk është në të rejnë. Tamam.